Një 18 vjeçar mbeti i plagosur me thikë mbrëmjen e së premtes në Korçë pas një konflikti me një erkun e tij brenda banesës ku po zhvillohej një darkë familjare. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:55 kur i riu paraqit në urgjencën e Spitalit Rajonal të Korçës me dëmtime në kokë të shkaktuara nga një mjetprerës. Sipas mjekëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, gjatë darkës familjare mes 37 vjeçarit Niko Baka dhe 18 vjeçarit ka nisur një debat i cili më pas ka përshkallëzuar në përplasje fizike. Në banesë përveç autorit të dyshuar dhe të riut, ndodheshin edhe bashkëjetuesja e 37 vjeçarit, xhaxhai 18 vjeçarit dhe persona të tjerë. Dyshohet se konsumimi i alkoolit ka ndikuar në agravimin e situatës deri në momentin kur 37 vjeçari ka marrë një mjetprerës dhe ka goditur të riun. Pas njoftimit për ngjarjet, shërbimet e policisë ndërhyjnë duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për të sqaruar dinamikën e plotë të konfliktit dhe rrethanat që çuan në plagosjen e 18 vjeçarit.